Në mbrëmjen e djeshme, në Qendrën e Kulturës në Vlorë u zhvillua një koncert i veçantë me orkestrën e Harqeve nën kujdesin e Bashkisë së Vlorës dhe në bashkëpunim me Shkollën e Muzikës Naim Frashi. Në këtë aktivitet morën pjesë personalitetet e jetës kulturore dhe shoqërore të qytetit, ndërsa mbrëmja u hap me fjalën përshëndetje të organizatorëve që falenderuan interpretuesit e rinj për talentin dhe për kushtimin e tyre në artin muzikor. Gjatë mbrëmjes u interpretuan disa prej veprave më të bukura të repertorit klasik dhe modern, mes tyre Prenkjakova, suite me motive nga opera Mrika, Benjamin Briter, Sinfonia e Thjeshtë, Enerik Gjishti, The Move, një krijim i ri nga kompozitori i ri vlonjat, Goran Bregović me tango, Pablo de Sarasate me introduksion, u shkëlqeu solistja Klea Bardoshi. Publiku e priti me duar trokitje të gjatë interpretimin e orkestrës, ndërsa atmosfera e sallës u mbush me tinguj, emocion dhe krenari për talentet e reja të qytetit të Vlorës.